lexon një lajm dhe mendon që s'po duket bashkëtaman ose s'po duket bashkëmirë, çka bën? A hin edhe hulumton nëse e kanë publiku edhe media tjera që ti konsideron kredibile? A e përcjell të dikush që mendon që ndoshta e ka një mendim tjetër mbi të? Apo thjesht e mbyll edhe e lexon lajmet e tjera? Sot të kuptosh çka është e vërtet është aftësi, dhe kjo aftësi quhet edukim medial. E në këtë episod të Equal Voices Podcast do të diskutojmë pikërisht për këtë. Çka është edukimi medial? Kush mund ta mësojë dhe cili është roli i gazetarisë dhe mediave në verifikimin e fakteve dhe edukimin e publikut mbi këtë? Me mua sot është Remzie Shahini Hoxhaj, profesore në Universitetin e Prishtinës në Departamentin e Gazetarisë. Unë jam Agnesa Qorri Beqiri dhe le ta zbërthejmë këtë temë së bashku. Atëherë profesor Remzie, na sot shumë po flasim për media literacy, edukimin digital, edukimin medial, sido që e quajmë. Pse mendon që është kaq shumë i domosdoshëm për ne sot në shoqërinë tonë? Edukimi medial është më shumë se sa vetë nocioni edukim për media. Domethënë nënkupton edukimin përmes mediave dhe me mediat, që nënkupton, mbledhjen e informatave, përpunimin e deri te perceptimi. Domethënë jo vetëm prodhimin e tyne, po edhe perceptimin e tyne prej publikut. Bile para se gjithashtu ka të bëj me perceptimin e informatave nga publiku. Kështu që është shumë i rëndësishëm, sidomos në kohën në të cilën po jetojmë, në kohën kur ekziston inteligjenca artificiale, ku mundësia e manipulimit të informatës është shumë e madhe. Sfida jonë e radhës do të jetë që ta identifikojmë, të mbrim ta identifikojmë manipulimin prej faktit. E kjo është një sfidë e madhe për shkak se sot përmes inteligjencës artificiale kopja apo emitimi apo manipulimi duket aq faktike sa që për neve është e pamundur me arrit me e diferencu, me pa dallimin. Po, përmendëm edhe kur e nisëm episodin që na ndodh shpesh ndoshta me lexu lajm edhe me u ndal me mendu është tamam çashtu që është. A ka këtu manipulim, është i sakt, edhe shpesh nuk e dim, ndoshta na që jemi në fushë të mediave e bëjmë një farë verifikimi, hime shumë, ma ka dalë te ndonjë media ma kredibile, pa mendon që qytetarët në Kosovë janë mjaftueshëm të edukuar këtë aspekt që me dallu një lajm të vërtet prej atij që është i manipuluar. Pra ka edukim medial sa duhet. Unë menova kur fillove me bë pyetjen që deshta me thonë që po është shumë mirë kur fillojmë edhe i vojmë dyshim ato informata të cilat po i lexojmë, po mjerisht që te ne shumica e publikut nuk arrin, domethënë me pas një vetë vlerësim ose një gjykim kritik për aspektin e informatave të cilat i marrim. Edhe kjo vjen prej disa faktorëve, sepse ne nuk e kemi të zhvilluar gjykimin, mendimin kritik as në kuadër të shkollës, as kështu në përgjithësi nuk kemi njerëz të cilët jemi të prirur të marrim domethënë informatat ashtu të mirëqena, ashtu siç janë. Mirë po në kohën në të cilën jetojmë, në mundësitë e manipulimit të cilat janë ekzistuese, duhet çdo gjë me vënë dyshim. Çdo gjë duhet me qit në atë peshorën e vlerave me pa që është e mundur të jetë kjo e saktë apo jo. E përmendë domethënë edukimin edhe edukimin në shkolla. Me që jemi këto, a ka hapësirë reale edukimi medial në shkolla në Kosovë? Po flasim për shkollat fillore, domethënë para se me mrin ndoshta te universiteti se tashmë e dim ku jetë studiu gazetari që vetë kemi bërë kështu. Po, në fakt, ne si Departamenti i Gazetarisë jemi mundu që nga 2010, prej ku ne kemi futur lëndën e edukimit medial si pjesë të kurrikulës tonë shkollore, jemi mundu që ta ngritim vetdijen publike për rëndësinë që ka edukimi medial. Edhe jemi mundu që këtë ta bëjmë përmes disa akterëve në shoqëri. Kemi pas edhe takime me Ministrinë e Arsimit, me organizata të cilat merren prej shoqërisë civile, edhe jemi mundu prej gjitha anëve me ngrit këtë vetdije, domethënë me
me bo atë ndikimin që thuhet anglisht bottom up dhe top down, prej nalt poshtë edhe prej gjitha anëve. Mirë po, ne deri më tani kemi arritur vetëm që ta kemi si lëndë zgjedhore në disa shkolla. Ne si departamenti gazetarisë, si profesorat që merremi me gazetarin dhe shkencat e komunikimit, mendojmë që është e domosdoshme futja një lëndë obligative që ka të bëjë me edukimin medial. Bile sot në botë nuk quhet vetëm edukim medial, quhet edukim medial digital ose edukim për median dhe informacionin. E sidomos tash në kohën e inteligjencës artificiale, pa dyshim që do duhej të ishte përfshirë edhe ky aspekt. Ne kemi bë disa projekte të ndryshme edhe së bashkun me sindikatat e bashkuara të arsimit, ku kemi trajnu prej vitit 2019 deri më tani. Kemi trajnu diku rreth 3500 mësimdhënës gjithandej Kosovës në këtë aspekt. Edhe jemi mundu që përmes këtyne trajnimeve të licencume me u dhënë mundësinë që disa mësimdhënës me propozu si lanë zgjedhore në shkollat e tyre. Edhe kjo me të vërtet ka ndodhur ashtu. Në shumë shkolla këto janë propozu prej vetë këtyne mësimdhënësve të cilat i kanë ndjek këto trajnime. Edhe gjithandej, do me thonë, edhe në rajon edhe mirë po dhe në botë, shihet që gjitha shoqërit i kushtojnë shumë rëndësi aspektit të edukimit medial. Edhe që e thash edhe në fillim, kjo nuk ka të bëj vetëm në edukimin e masës, do me thonë publikut, qytetarëve, njerëzve për aspektin e mediave, po dhe në asjeltas, edhe që ka bojmë ne sot me mediat, sepse ne sot si qytetar kemi mundësinë edhe të prodhimit të lajmeve vetë. Po t'jemi vetë media në një fakt. Po, ne jemi sot bëjmë gazetari qytetare. E me mundësin që na kanë dhënë për shembull media të reja, rrjetet sociale, ne duhet jemi përgjegjës për ato çka e themi, çka e prodhojmë edhe vetë. E përmendet që me këto që ajo keni bërë, keni arrit që në disa shkolla, numër të vogël, pra, me fut edukimin medial si lanë zgjedhore. Ku ka qenë sfida më e madhe ose kush ka hezituar ndoshta më shumë që kjo lëndë si lëndë zgjedhore të përhapet më shumë shkolla, se të bëhet në të gjitha shkollat e Kosovës. Kush ka hezituar më shumë edhe shembuj prej cilave vende keni marrë nëse mundeni ndoshta mi përmend disa prej tyre? Do me thonë vendet evropiane të cilat e kanë nivelin e edukimit medial më të lartë janë vendet nordike, do me thonë Finlanda, Norvegjia, Danimarka. Po Finlanda prin para së gjithash. Ne kemi pas edhe bashkëpunim edhe me ambasadën finlandeze këtu në Kosovë, edhe disa nga kolegët e mi të departamentit kanë shku për një vizitë studimore ku kanë pa. Do me thonë këtu në këtë aspekt nuk ka një fajtor të vetëm. Ky është po ashtu një aspekt që duhej që të kishte një bashkëpunim ndërinstitucional. Do duhet që, për shembull, edhe në aspektin shtetëror, qeveria, me këtë rast Ministria e Arsimit, të vetëdijsohet për rëndësinë e edukimit medial. Edhe ne nuk kemi has në përkrahje ose në mbështetje në këtë aspekt. Edhe jemi mundu që të bëjmë edhe ne presionin ton, trysnin ton, për shkak të tregu me fakte se pse është kjo e nevojshme. Edhe do me thonë kemi fillu që me sindikatat e bashkuara të arsimit të ofrojmë kurse, të ofrojmë trajnime, të cilat ofrohen për mësimdhënës, jo vetëm në aspektin e edukimit medial, po ata kanë edhe aspekte tjera për të cilat trajnohen. Do me thonë për ngritjen e tyre në karriera, ata trajnohen edhe për çështjen e leadershipit, edhe aspekteve tjera, edhe ne kemi fillu që të ofrojmë edhe këtë aspektin e edukimit medial. Mirë po, ende nuk besoj që
Kështu si shoqni jemi vedisu për rëndësinë e edukimit medial. Unë mendoj që periudha e pandemisë ka qenë periudha e cila pa dyshim që na ka vedisu gjithë secilet, edhe neve që merremi, po dhe atyne që nuk merren me këtë sferën e mediave, se sa të rëndësishme janë mediat. Edhe thash, jo vetëm në përdorimin e tyre ose perceptimin e informatave, po edhe në prodhimin e informatës, se sa e rëndësishme është. Po, e përmend edhe më herët inteligjencën artificiale, rrjetet sociale, ndoshta gazetarin qytetare dhe gjitha një farë forme, gjitha këto pra zhvillohen online. Edhe na e dim që gjeneratat e reja, për cilat edhe po flasim, janë kryesisht sot online, informohen online në rrjete sociale. Edhe rreziku më i lartë që ata me u dezinformu edhe me u keq informu është prej këtyre rrjeteve sociale. Kur keni bërë këto analizat për me fut në shkolla edukimin medial, nga cila moshë keni menduar që është ndoshta më në rregull që fillojnë të informohen për media të cilat i përdorin vazhdimisht dhe ndoshta kalojnë më shumë kohë me to se sa edhe në shkollë. Ne kemi pa disa modele në Evropë. Unë që thash për shembull në Finland mediat janë të integruar ose aspekti i edukimit medial është i integruar në gjithë sistemin arsimor, edhe në gjitha pothuajse landë. Po ashtu kemi pa modele të ndryshme. Mu më kujtohet edhe shpesh e përmend këtë në çdo herë që flas për aspektin e edukimit medial. Në vitin 2015, me njëherë pas rastit të Charlie Hebdo's, asoj gazete satirike në Francë ku ekzekutun dikon rreth 13 gazetar për shkak të humorit dhe satirës që është përdorur nga ta. Në Franca e ka ndryshu edhe kushtetutën e shtetit për me arrit me e fut çështjen e edukimit medial në kuadër të kurrikulës arsimore. Edhe më kujtohet që me një konferencë në Bruxelles e pa ta taku një profesorish nga Sorbona, e cila më tha që ne kemi fillu me aplikimin e edukimit medial që nga foshnjore, do më thonë që nga kopshtet për fëmijë. Edhe unë isha interesuar me ditë se çysh është e mundshme që fëmijëve t'ja u trasojmë rrugën e mendurit kritik. Ajo tha shumë e thjesht, në atë kohë, do me thonë niveli mediave të reja nuk ka qenë ai që është sot, edhe nuk kemi pas zhvillim teknologjik që është kemi sot, po tha, ne kemi fillu që t'ju tregojmë fëmijëve që diferencojnë se kush janë gazetarët, edhe cili është dallimi mes një gazetari, një blogeri ose vlogeri. Sepse, për shembull, një gazetar i cili ka një redaksi, ai e ka një pikë reference, do me thonë hynë për informatat të cilën ajo e plason, hynë për disa filtra, sidomos tek media tradicionale. Mirë po, gazetaria e pavarur, mandej krijimi i mundësive të ndryshme të gazetarisë qytetare, e ka bë që ne jemi të duhet të ishim shumë ma kritik, vetë kritik në gjykimin e informatave të cilat i marrim. Sepse ata gazetar, ata njerëz të cilët i plasojnë ato informata, do me thonë janë vetë gazetare, vetë redaktor. Ata mund të flasin edhe mund të plasojnë se çfarë dojnë në rrjetet e tyre sociale ose në platformat e tyre. E ne si publik duhet jemi ata që ti vëjmë dyshim ose në peshore. Shumë mirë e teksove, do me thonë gazetar, influencer, bloger. Të na po duket që janë përzi pak të role në fushën mediale, ndoshta muj me thonë, ose fushën online më mirë, se prapë më citojmë media gjithave. Cili mendon që është roli i media në Kosovë në këtë aspekt, do me thonë që ti edukoj për mendimin kritik qytetarët edhe që qytetarët të bëjnë dallimin, pra kush është gazetar, kush është influencer, edhe kush e ka thjesht një faqe në rrjete sociale që jep informacione që e përmende vetë pa kalu në asnjë filtr tjetër. Unë më duket që me ta bërë edhe të ajo me sqaru se çka ne mendojmë që do të ishte rëndësishme është që spaku edukimi medial të futet që nga shkolla fillore, do me thonë, që nga ndoshta klasa e 5, 6, që t'jetë
lëndë obligative, jo lëndë zgjedhore, po t'jetë lëndë obligative, sepse kjo do t'i pariste nxënësit me të mendurit kritik, do t'i pariste me aspektin e verifikimit të fakteve, edhe nuk do të veheshin lajthitje prej blogerëve dhe influencerëve që ata janë pothuajse në baza ditore të ndikuar prej tyre, sepse të rrit në bazë të matjeve dikun 14% e trive në Kosovë informohen përmes TikTokut. Ndërsa Facebooku si rrjet social është më i preferuar në Kosovë, dikun në duket 84% në bazë të matjeve të fundit. Kjo nënkupton që domethënë trit janë shumë të ekspozum ndaj informatave të cilat shpeshherë janë të pa verifikueshme, mos me thonë në 90% të rasteve, edhe kjo do t'ju mundson të atyne që me të vërtet të bëjnë dallimin se kush është influencer dhe cili është roli i tyre. E natyrisht që mediat përveç rolit të tyre informues kanë rol edhe në edukimin e masave. Ne kemi pa edhe domethënë edhe disa dallime në këtë aspekt edhe të media tradicionale, qysh janë televizionet, radiot e gazetat në kohën e fundit, sepse unë besoj që kjo ka qenë si ndikim i kohës për shkak të klikimeve, për shkak të shikueshmërisë, do me thonë është ajo lufta e konkurencës e cila i ka bën është me hyrë edhe në këto ujra dhe mediat të cilat kanë qenë edhe më prestigjioze. Na kemi pas edhe raste në botë ku mediat prestigjioze kanë ra prej e dezinformimit. Se lire më edhe të ne në Kosovë. Mirë po, ajo që ka po du me thonë është që duhet që mediat mos të harrojnë rolin e tyre parsor që është informimi, i sakt dhe i bazuar në fakte, po dhe parimin e tyre dysor që është edhe edukimi i masës i publikut. Qysh menon që duhen me bën këta pak më shumë media? Ndoshta do të me kriju më shumë emisione informuese që me mësu me dallu informacionin ose me qenë pak më shumë prezente kjo me që jemi në një kohë të tillë ku për shembull edhe ky podcasti juaj është një kontribut në këtë temë. Media do duhet i japi më shumë hapësirë kësaj tematikës së edukimit medial. Mandej edhe të mundohen të targetojnë demografi të ndryshme. Për shembull, unë jam pjesë e një organizate botërore, ndërkombëtare, që merret me edukimin medial me bazë në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara, edhe unë kam pas shumë kolegë prej Brazili, të cilët i kam pyet se për shkak të, domethënë, të hapësirës gjeografike. Ne dim se në Brazil është ajo pjesa Amazonës, pjesat ku janë gjeografikisht të pa arritshme dhe për mediat, ku transmetimi është ende transmetimi është shumë i ngathtë ndoshta ose shpeshherë edhe i pamundur. Unë i kam pyet se çysh kanë mri për shembull mi arrit ato demografi. Edhe ata kanë thonë që qasja tyre ka qenë e gjithanshme, domethënë ata kanë bërë emisione edhe në televizion, edhe në radio, edhe në revista, gazeta, po kanë shku edhe fizikisht, për shembull, kanë marrë trajnime me njerëz, kanë kriju kwize për fëmijë, edhe kjo ka qenë forma, domethënë që ju kanë qasë prej gjitha anëve. Për mua gjithmonë ka qenë shqetësim, sepse ne shpesh herë mendojmë që trit janë ata të cilët janë më të afektuar, për shembull prej dezinformimit ose në aspektin e edukimit medial, po ne harrojmë që kemi një popullat e cila përfshin edhe njerëz të cilët janë mbi moshën 70 plus. Po dhe desha më kthyte kjo se kemi pa dezinformimin që po ndodh, sidomos me inteligjencë artificiale, ku po krijon shumë
video kemi pa në rrjete sociale me kinset më shumë, edhe mandej që ato informata po merren thjesht të konfirmuar prej gjeneratave pak a shumë të njëjta. Tash kjo është bërë ka sfidë e madhe për këtë gjenerat. Po, unë ceka dhe në fillim që kjo çështja e dallimit të manipulimit dhe fakteve ka me qenë sfida jonë më e madhe në të ardhmen. Mirë po, ajo çfarë po dua të them është që ne nuk duhet të harrojmë gjeneratat e vjetra, që ata për shembull nuk janë në rrjete sociale, ata shohin televizion, dëgjojnë radio, eventualisht edhe një pjesë e tyre lexojnë gazeta, po dha sot kur e dim që në Kosovë prej vitit 2020 nuk ka gazeta të printuara, atëherë është bagi problematike. Edhe ishte dashur që për shembull të ketë emisione sa i përket aspektit të edukimit medial, domethënë verifikimit të fakteve e tjera, të cilat ju dedikohen këtij grupi të kësaj të popullatës, të cilët nuk kanë mundësi të informohen përmes formave tjera. E përmendëm më herët që edhe shumë media të mëdha dhe media botërore kanë rënë prej manipulimit, dezinformimit. Ne po i shohim edhe mediat në Kosovë, apo kontribuojnë edhe këto, ndoshta nga pak në këtë farë konfuzioni se çka është e vërtetë edhe çka nuk është. Këto janë mandej edhe sa po respektojnë etikën e gazetarisë. Çysh e shihni ose profesore e fushës? Problemi është që shpejtësia është njëra nga aspektet më të rrezikshme dhe dëmshme në gazetari. Do të thonë, ajo që sa i përket aspektit etik, unë shpesh herë unë lexoj etikën e medias, edhe shpesh herë studentëve ju them se çdo herë kur vendoseni mes dilemës etike se a duhet apo nuk duhet publiku diçka, gjithmonë vendosni veten në këpucën e tjetrit edhe asnjëherë nuk do të gaboni. Po ashtu ky aspekti i shpejtësisë, edhe na jetojmë në një kohë ku çdo gjë është e shpejtë, është dinamike, duhet të ketë shumë më shumë verifikim, shumë më shumë mbledhje të fakteve, hulumtim, paraprakisht, para se diçka të plasohet. Edhe unë besoj që sa herë që mediat janë gut, kanë synu me qenë të parat në diçka, atëherë ka ndodhur gabimet më të mëdha. Kështu që kjo vlen si për mediat prestigjioze, profesionale, si për ato të cilat janë më të reja në treg. E përmendë verifikimin e fakteve që domethënë e dim që është përgjegjësi patjetër e gazetarëve kur e publikojnë një artikull ose çka të qoftë. Pa mendon që sot, domethënë ndoshta me këtë obezitet të informacionit, ka nevojë që edhe qytetari me qenë informuar çysh me i verifiku faktet. Po, domethënë përgjigjja e shkurtër është po. Unë jam shumë e lumtur që ne në Kosovën e pas luftës kemi arritur ta krijojmë një shumëllojshmëri të mediave, një pluralitet informimit, edhe pse kemi një ashtu që shprequ një obezitet të informacionit, unë mendoj që është më se e nevojshëm, sepse për shembull njerëzit parapëlqejnë që sot të ndëgjojnë disa informata nga disa media të ndryshme dhe ta krijojnë vetë atë mozaikun e tyre të së vërtetës. Edhe kjo është gjë e mirë për shkak se domethënë kur njerëzit arrin që ta kenë gjykimin e tyre për një informacion, atëherë kjo është ana më e mirë sepse i marrin gjitha anët pozitive dhe negative, edhe natyrisht që tu e logjiku, tu e kriju atë mozaikun e tyre të informatës, arrin me e pa të vërtetën. Ne shohim shumë kohëve të fundit që edhe politika, ndonjëherë njerëz të politikës i cënojnë gazetarët edhe i cilësojnë mediat si dezinformuese, si manipuluese, edhe mandej secila prej tyre ka një platformë të vetën në rrjetet sociale që dhajnë informacione. Çysh mendon që ndikon kjo sot tek qytetarët kur ata i marrin këto informacione dhe çysh i perceptojnë, ndoshta sa çysh kish më ndiku këto një edukim medial më i mirë që edhe qytetarët me ditë kur po e lexojnë informacion që është mund me qenë i anshëm sepse është prej një partie, ndonë se po e cënon një media ose jo.
Po, kjo e ka dëmtu skajshmërisht skenën mediale në Kosovë, do me thonë, kjo gjuha urrejtjes që është kriju ndaj gazetarëve dhe mediave në Kosovë e ka dëmtu skajshmërisht shumë aspektin e komunikimit, kulturën tonë të komunikimit, sepse gazetarët janë pasi ata të cilët janë manipulust kryesor të fakteve, janë pasi bashkëpunëtor me Serbinë, janë qujt me lloj etiketimesh dhe kjo ka bo që me ra edhe besimin në media, mirë po njëkohësisht që edhe nështë ata të cilët nuk bojnë gazetari të mirëfillt, jo profesional, janë marrë gjithmonë si shembull. Edhe kjo i ka dëmtu edhe gazetarin profesionale, po e ka dëmtu edhe imazhin në përgjithësi të gazetarëve, po edhe të mediave. Dhe natyrisht që në këtë aspekt edukimi medial do ta kishte një rol shumë vendimtar, sepse do të tregonte me të vërtetë se cila është faqja e vërtetë në aspektin e komunikimit. Në këtë realitet, pra, me këto dezinformata, me këto manipulime, me gjithçka tjetër që e quajmë, çka mendon që është që duhet më ndryshu urgjentisht që edukimi medial mos më mbet vetë si koncept ose mos më mbet duke u zbatu vetëm në disa shkolla e në disa universitete? Unë mendoj që ne, edhe ne si mësimdhënës, edhe ju si media, edhe ne si popullat, si publik, do duhet ta bëjmë trysnin tonë tek institucionet tona vendimmarrëse që edukimi medial përfundimisht të bëhet lëndë obligative në shkolla në gjithë Kosovën. Edhe këtë vendim mund ta merr Ministria e Arsimit. Kështu që ne të gjithë bashk duhet edhe shoqëria civile ta ngrisim zërin edhe të bëjmë presion tek Ministria e Arsimit në rishqirtimin e kurikulës shkollore, fillore dhe të mesme, që ta fusin edukimin medial pjesë të kurikulës shkollore. I bojna prothirje dhe na Ministrisë së Arsimit që seriozisht me marr pak më me urgjencë këtë çështje, se po e shohim që në praktikë është shumë e domosdoshme. Dhe për fund, profesore, me përmbyll ndoshta edhe podcastin për sot, nga jo, çka kish me qenë një këshill praktike që çdo qytetar në Kosovë mundet me zbatu për me kuptu ma lehtë çka është e vërtetë dhe çka jo? Ndoshta nuk ka ndonjë farë çush me thonë në fjali të vetme çush kisha mujt me përmbledh, po ne gjithmonë kemi pas një fjalë të vjetër popullore që thot mendo 2 herë, fol 1 herë. Kështu që edhe kjo vlen edhe tek aspekti për me arrit mos më informu drejt edhe mos më dezinformu, është me mendu 2 herë kur e marrim një informat, kur e lexojmë një informat, kur e shohim një informat, edhe mos me ngarrend me marr si të mirëqen edhe si faktike, pa e përpunu fillimisht në mendjen tonë, pa i verifiku faktet. Unë jam e sigur që qytetarët as nuk i njohin është ta platformat e verifikimit të fakteve që i kemi prezente në Kosovë, mirë po ata vetë përmes gjykimit të tyre kritik edhe përmes balansimit, përmes asaj që shohin në media të tjera, besoj që mund me ardhin të në gjykim i sakt rreth një çështje. Faleminderit shumë profesor Remzie për kontributin që po e bën në edukimin medial në Kosovë dhe që ishe sot pjesë e podcastit tonë. Faleminderit për ftesën edhe besoj që edhe kontributi juaj është i mirë për këtë aspekt edhe është po ashtu vetëm një pik uji në detin e madh që besoj që secili prej nesh duhet ta mbush me këtë aspektin e edukimit medial. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Kaq për këtë episod. Pra, nga kjo bisedë e kuptuam që edukimi medial nuk është vetëm për gazetarët, por është për secilin prej nesh. Në episodin tjetër të Equal Voices Podcast do të diskutojmë për të drejtat tona online dhe sigurinë në rrjetet sociale. Shihemi.